Na po I presim edhe mësafirët të jenë në studio, I paralajmëruam edhe më herët, e kemi Lindritin aty, edhe kemi Donën, apo më saktësisht e kemi Donën fillimisht, pastaj themi që kemi edhe Lindritin. Dona është një vajzë e cila kujdeset shumë për ushqimin, e Lindriti I bjen që është tester. Do me thonë, nëse I bjen të fikt në njërën nga videot në TikTok atje, dini që Dona o bo nervëz edhe I ka qitë diçka. Ja ka stërpik ushqimin. Për ndryshe, unë besoj që Lindriti është shumë I lumtur se burrat që të lypin. Me ushqim mirë, milion gjë mirë më knaq, edhe si gjanë, nuk lypin ma shumë. Dhe më thonë, siguraja bukën e këto gjana dhe në rregull jemi. Kështu që, I kemi edhe njerë Letina? Po thëmë jo, qëfar dhe loj buke? Sa ka la blat. Na përshtatemi. Kështu që mirë se erdhet, ju e jap fjallën në studio aty. Mirë se keni ardhur në rrot. Për ndryshe, ta nga drame kanë zot diçka, më tregoj Dona, ta më falë ta që në ta dërthot, ta po, ta I pata ta unë do pun, ta ja lash në dorë këti me pregatit torte, ta po, u shkru mu tortja, nuk është më pjesë e jona. Ama, pra, po me Lindritin se fajsoj, se mësu mu vonë tester. Unë kryesorja ja mundu, edhe dhe në fund e qova, po në fund furra e prishit, vetë ajo. Furra e kopojë. Bona një banana cake, po... Ju premtoj që ja obim herën tjetër. Edhe unë munduva, po mja jep kështë instruksionet, ka dalë dole. Po do është me letë me bundu, apo është në atë receta me matë pjeshta. Sikur të djekë që ta, po me imaginu që a bënë më shqenë. E djekë shpinë. A ka pas të miraj që si incidentet tjetër që e keni pas? Jo kur ke gatu ti, ta në osë, dyshoj për Lindrit. Jo të ke mendu, ndashta ka pas për shembull që diçka u pjek ma shumë se sa u duft, po më djek që shto jo. E sot ke kretë se për qefën, ata ishëm ju bëmi po pak ma dhe me provu na I sanë për e resetave të mija, po... Unë të tranona për recetat e tua, po du me të regu që kështu kontent I preferum është I ushqimit, edhe mande kur do që del I ri me kontent ushqimit, unë pa tjetër të nga me ndjek, më pëlqen shumë, edhe më pëlqen kreativiteti e ke bu me një mënyrë pak ma ndryshe, edhe më pëlqen që ke bu diçka ma ndryshe se vajzat e tjera, blogerët e tjera, nëse janë të vendos me bu kontent për një lami, ti ke vendos me bu për ushqim. Po du me ditë që talentin e ushqimit prej kujt e ki trashëgu? Prej, në fakt, dy prindve... A së është që e ki trashëgu me? është shumë antar të familjes, se dhe mos prindët, kam pas restorana në Londër, specifikisht italiane, po gjithashtu familjaresht, jena kështu të hesë. Shumë kena qef me hongër, po edhe din me pregatit shumë mirë. Kena edhe familja anë në banë rrëth botës, receta spanjolle, amerikane, austriake. E kreti integrojmë, I bojmë bashkë dhe I kryjum tani receta tona. Po kështu të familjaresht jena të ushqimit, krejt. Okej, do me tonë krejt dini me gatu mirë. Po, shtymi ka një. Kur gatu në shpete jo? Në shpete na kështu me unë e Lindritë Po, në shpete te ku je rritë? Ku jam rritë? Nana ma shumë te. Baba ma përpara ka njëherë ka gatu diçka pak me special për ma shumë nana. E ta shty apo djem pesha gatimit për shamu, apo presin prej teje kur shkan atje? është një farë presioni, se të mas edhe fmite motrës, tash djali motrës I ka 2 vjetë, edhe aj tash banana cake, zdin me thonë banana cake, thot tete cake. Edhe vjen ma lyp tete cake, sarë që vi tete cake, tash edhe të fmite vetë që shku. Garat për dallim prej familjeve tjera që këtë shtyjon kush me bu ushqimin të pritu, te jo konkret e kondërta garat. Po, e vërtet, po të na shtyjen, kur ka ndeja, diçka, jo në produktas, të mos për vetiri, tavolina, botë, si më shku në shpipjan, mezët, gjatë, ose tavolinë sualdeze. E kona për vitrit e këta. Që më për Christmas. Christmas, po. Dhe atë, po I na konë veç rinia, amo prap se prap, tavolina e mbushën, që është cilës një anis mas pare, dhe interesant është se për me bojnë eksperimente në ushqime dhe ka laramanit të ushqimeve. Edhe të kulturave, mu që kam pëlqen, se nuk je kufizume me një kulturë edhe me bu veç një lojt ushqimit, po unë kom pa që ti bënë edhe taj, bënë kuzhina aziatike, përzinë gjithë shka. Sakt, edhe normalisht unë jam aj që për ishë jaj. Unë jam gjeloze për ty.
obsesioni jam është kur jam të hungër për veti diçka ushqim, duna me pa video të bo dikush ushqim. Edhe patjetër jam me videot e tua, dhe kur është që lindritje tu i provu që ato ushqim ani tama. E kam një pyetje. Vlerësimet e lindritit janë gjithë 9-10, gjithë 10, 11, a ka ndonjëherë në ushqim që nuk i ka pëlqy, që ke thonë jo do më zosh më rishë u bo keq, po veç shia jote nuk ka pëlqy Të që ajo... preferenca jem, po të kuptoj. Të më zgudzum e thonë po. Të ja qyrë qeherën. Ka pas, po është interesant që ato që nuk i përqenjë këti edhe une jam shumë self-critical, shumë e kritikoj vetën. Njëherë pa ta bu një risotto me karkaleca, e që aty alo karkalecave fajnë. Që si unë konë pazë, dhe nuk më ka dojnë as pak që shëndel normalisht. Tani të e provu, pritësha me po që për reagon, këne i vetë e hajsha dhe isha së kam po. E këne këtë më zgudzum e thonë ku gjëve? Për e për mjë edhe... Jo, e mirë Shumë e mirë. Jo, në fakt jam realist, këto për shembull pikt që e qes, sepse dona gjithë e ka pas. Ndoket e kështë edhe kështon prej kur ka qenë e vogël, Sar ka gatu diçka, në fund e ka lyp notën. Prej 1 deri në 10, edhe në gjithë jam kanë se po shumë i mirë. Të jo, në anë deri në 10 sot isha, po di dhe se shumë të mira, edhe tani ja pa ta fillu që të me jap nota, po janë seriozisht sakta ato që ja japi, nga njerë se ja japi shumë të saktë, se ta mës po i rritet menja. E me qenë në restoran. A ka pjuset e ti dona që din me të boqë se gatime që ka që të mira? Për shambull, galljen e ushqimet, që për neve shumicën është një stres shumë i madhë. Edhe është shumë e rrallë me gjithë shtash një vajzë të re që është ka që apasionume me të gatu gjithë shka. Për shumë gallje ka pas mami jam. E ka pas bo, vishë që të arshit galljes të kam që bilet me hongër hajtë. Sigurisht që gjithë gjë që është e mirë, është plus edhe për mu. është e mirë se nuk është e sforcume kjo që e ka dona. Edhe kjo e bën natyrshëm edhe nuk e bën pse e ka për detyrë më bë mu, edhe me prit ashtu si posh, po edhe me thonë grue ku a buka, aty buka mo. Po e ka pasion. Do me thonë aty kjo e gjejnë vetën edhe kur bën ushqim për vete ka dëshirë normalisht tani. Unë jam aty, po sigurisht është një plus shumë i madh sepse edhe gatimet që po i bën, po janë ndryshme, lloj-llojshmëri edhe qas po ha. Gjithçka. E sa keni shtijen e njëjtë? Kështu për shembull në Belësira. Kjo s'pa shumë sheqer. Kë ka qef, ama në shem këm ka befastu, se një ka një herë do të që i kum bo pak, e kum pas ta si loj frike, që kam i përqy, so kuni me lmesa, ndo një shije komplet ndryshe, po lindriti për kundra zë kë është haptas me provu gjdo send. Vesh djeksin se ka qef, që atë pak i kina problem, suri shumë ka qef. E kë është pak e djeks, e këne ka njerës ku zojmi thonë që këm shtiti shka djeks në recet. Të me thonë me nënë që tani djeksin nuk e vrej. Me qajtë në vërtyp. Pas ka djeks, adhe kështë e dita. Sheqiti. Ama jo të opshime që s'mun është pa djeks. Si do më qëto aziatike. Jo, dhe mu ma kona të djeksin, vese ka njerë kam probleme lukt, edhe që ata tani se kështë do... Po, s'ma bon. Ma irët që jetë të hongër, the gjithë shka, gjithë është diçka ndryshe sa i përket ushqimit, ku po inspirohesh? E di që u thani ti për shumë, sa në shatë kanë dimu që ke pjesë që mu inspiru, ndërsa me gjithë na ide tjetër, prej veneve ku keni hongër, kulturave të ndryshme. Kështut me lindritin më ka ra me utu normal në Evropë shumë, për edhe me punën më ka ra jashtë Evropës me utu. Jem konë në Indonezi, jem konë Zanzibar, që ta është para domujve jem këthy. Edhe atje ku shkoj me grupin, bëjmë edhe klasë të cooking classes. Edhe aty na bje me provu se sa loj me mesave, inspirona normal ka pak, se në Kosovë nuk mundesh me i rikriju 100% që ato receta, po i shkruj gjithë në telefon, kërë më përqen, ose e bëj një foto, ose gjithë qysh nëse e shoh ndo një recet dika, munduna mi kombinu zisa loj recetave për me bu një bashk, edhe tani që jam dimon sa do pak me kriju se një liber të recetave për vete. Sa është fshin Kosovë me gjithë produktet për me bu një recet? A të ka ndodhë nërë
me të dështu, ose me improvizu, mëse mujt me gjetë një, hajde një melmes, po tojmë, caktume, nuk e gjenë kërkon. Po, është pak zor, amo edhe jom befasu që ka shumë melmesa. Për shembull, indian, garam masala, jom që di që kom gjetë në Kosovë, që se qaj është një melmes kogja e kërku me këto, është pak zor se su një gjenë në një vend. Ta shdush pak më shke, pak atje, pak këto, tani kur ta logarit, hargjat shumë ko, amo edhe këto mi bo qëto receta, është shumë ma letë, se po ka shumë opcione dhe shumë vende mi bletash. Ka njerë vjen do për Londrës. Ka njerë të janë, po. Se që tash më fakt, harissa paste, është një past me, si hajvari pak, është maj ambele, maj djeks, edhe përdurin Morokë, në Palestinë, që cilaj vendeve, po në Kosovë s'ka kërkan. Qaja e ka një shije qashtë veçanë, po tani më dhimet me bo një recet, se njerës nuk mund e me rikriju. E kështu që e mbaj, ka njerë do sende i mbaj, ose mundu në me rikriju. Për shambu Thai curry paste, ajo është pak e zorshëm më gjetë, po edhe me bo vetë vynë shumë punë, po tash edhe disa dhe melmesa kom gjetë edhe në Kosovë dhe bo ma letë. Kontentin po du me ditë inspirimin ku për merë për me bo dhe për me vazhdu me majtë, se për shambull i bën disa video mane apo të botë psiqike që du na me bo diqka. A e ki natër shumë ti e përgadite dhe thu hajt po e gjiroj edhe që të proces. Ma shumë natërshëm, nëse kisha dhënë drejtë, se ato pregaditje të ne i baja pec, si mu kun kamera të ase jo, edhe pak e kun kriju se një bubble temen. Kur jam në rartë punës, kur kam ma pak punë, ose jam pauz, veç e vendosi kamerën, tak, ja nisi ka dojle i pregaditi sandet, e tani ja kom bu vetit si rutin, dhe që sa qona, e kom programin e javës, që dit kom e bu qëta, edhe ja bëj vetës ma letë që ashtot, edhe sa i përket inspirimet, jom inspiru për shumë njerëzve, po, sidomos që ta ngatimet e mija, nuk mundona me kazu veç melmesat edhe një video 10-20 sekonda, ose një dhe historia, kom qëtë njerëz për fillimit, në deri fond, me mbajt post, edhe vetë ka njerë kur kumbo receta, në video më do ke receta 10-50 minuta, edhe reklamohet 15-minute recipe video, se për 10 minuta në fakt më ka marrë ma shumë ko. E kështu kur e shë hapin nga dal, e shë qysh pregadite, qysh del rezultate, edhe tani bashk ullish me mu, edhe me lindritën edhe Qysh përshkat procedura e gjirimit krejt kontentit, a për një mën heqa, për të vjenë pështira? Fillimisht ja ka njës vetë me bo, edhe nuk është por që jo merë, po tani të kjo pjesa dora fundi që i thonë. Vike dhe ke abën qështu me bo, tash normalisht, mu që më ka ro pak ma shumë me umerë me rrjetet sociale dhe video, i disha do truke ose diçka që nuk bëmu përserit ose dikon ma ofer ma larg, edhe pak kom dërhy në ato pjesë. Po, faktikisht, pjesër ma të madhe e dona kështu e ka bo, edhe sështë që po kam nevojën e shumë e ndërhy në video të saj. Të ka ra me uthu, ko gja shumë, e ke pas emisioni, ke teren, unë e di që ke provu gjithë shka ushqime, që ato jo kom dalu që si shumë nazelin ushqime. Ke provoj që i gjithë shka, ke shumë gjithë shka. Që me veti. Po dhe, që shje që tash, që ka e të bo, e di që ke ndru krejt format, ke ndru televizion, që shë Drejtë me shë thonë, mëse e përmende këto ushqimin që e kom hongër në përvendet tjera, gjithmonë ka qenë ushqim ndoshta ma tradicional, ma që që kemi trojeve tona, nuk është që kena hongër taj, për shamë, s'ka mujtë, së në karona e kom post në Turqi që kom hongër pide në ashta. Edhe për me nuk është që bëj fort noze, qka të mdel për para unë e ha, tash normalisht diçka që ma kona ma shumë ndjej, po nuk është që tam jo së më pëho anajstën, e plot kanë thonë ku qësh po mundesh me hongër gjithë shka, po thjesht shqyqër organizmi ma prana. Po ma bon, kështu që mirë ka qenë ajo, diçka që gjithmonë ma kanë bo njerës është, si kur më kanë po tani live, vish ma kanë bo, po ti kështu po hanë shumë, po kështu kokej zajtë, bre. Po ti është metabolizi, po esi shumë. Po, tash e kam ndërprej emisionin në rrugve, kam kalu në emision në studio, në Weekend Klan Kosova, që është emisioni me Mëngjesit. është një kalim interesant, është prej terenit në studio. Qysh po doket? Bisedat me njerë? Mirë visus po ka me hongër. Sa është të vazave të mundohet një pjesë terenit. Mirë shumë, normalisht tash është krejt dimension tjetër edhe format tjetër. Këto ma shumë është edhe ndoshta edhe me figura pak ma
tjera që ki punë me ta, se në teren gjithmonë ki figurat të thjeshta, si me thonë, nuk është gjithmonë fytyra publike, ose edhe ma shumë e ke pas me informu për jetën reale. Tash në studio normalisht janë tema pak ma ndryshe, janë tema ma sociale, që fakt edhe nga njerë duhet më uru se qka po thu, ose qysh po e mendon. Qysh pe thu, qysh pe interpreton. Po prapë se prapë jam vetvetja, jam lindrite që edhe atë mundohem me jap një energji pozitive, sa do normalisht që temat janë serioze ose në të mirë të publikot, prapë mirë është, mirë, shumë mirë. Interesant është restoran, ju kam jetë shtash me qelë. A keni një me kështu rajë synim? Që ja keni qitë vetës në mri? A kena kontor. Unë menoj që kur është ushqimi kualitativ, s'ka rëndësi shumë vendi edhe qysh po e bën. Edhe unë e veç mas e përmende që e ki trashëgume prej familjes, po besoj që ishkon e mrekullueshme me u hap Kosova, ka shumë nevoj për restorane që bojnë ushqime nga më të ndryshmet. A ke mendua, ke pas ide, diçka? Kena ideja, po e di që edhe duhet shumë punë, se ditan edhe vetë kur jena kontorit në thmit, e kum pa qysh është mi pas prendet në gastronomi, edhe sa ko dush mi kushtu, dhe sa qysh dush me managju kohër, me pas kohë për familje, kohë për punë, e është diçka që nashta që ta është shkun koha me e mi, sa s'kena fmi. Me janë fillu, po është diçka, po kam edhe shumë ideja, që ata vesh duhet mu ullë, edhe me mendu qka është me e mirë për Kosovën, po edhe nashta me pru që po thushti diçka interesant, se ka shumë restorana, po edhe ka shumë lloj ushqimeve që hala nuk promovon edhe nuk hahen të na, edhe i shkon ide e mi, besoj, mas një kohë. Mun pengon që për shembull në shumicën e restoraneve, nëse e analizon menyn e ushqimet, është pak a shumë e njëjtë, është e ngjajshme, nuk është. Për shembull, që to 5 vitet e fundit janë këto pastat me tartof, që kinë se cilën lokal, që për shembull hajde unë po e përzgjatsha, e preferoj, po pse unë mos me pas edhe një lloj të tjetër që është akord se kum provu në Kosovë ose diçka e tillë. Na mungon një meny pak më ndryshe se çaj na mësu. Dje kem në Selanik, edhe ta shkurhim në për restorante për me sheshe menyja këtë ndryshe, edhe të ishim, adim pse mos me pas edhe në Kosovë një meny me shumë me laramanit të ndryshme të ushqimeve, se për në me jena mësu file, pule. Njëjta që silën. Salatat, pse mos me pas pak, edhe salata ka lloje nga më të ndryshme. Me eksperimentu. Shumë të ekzistojnë lloje salatave. E kemi kështu si ide për restorant, po si që tha Dona, është goxha një risk i madh, po normalisht e mendojmë pse jo, pasi që edhe po pëlqejnë ushqimet e Donës, edhe ndoshta është pak gjëna mos me i provu edhe tjertë, edhe mos me pasuru ndoshta gastronominë tonë në Kosovë, po të shohim. Po që ajo edhe po të ecin mirë, ko gja mirë videot, a ka naj hack qysh me të shku ma virale videot, ajo? Në shavi që do të mu bu që aty për që aty? Normal, kohë që i postan, që ajo ka rëndësi, që e kum vrejt vetë, po edhe përfshirja recetave të mija me lindritin janë një kombinim që funksionojnë mirë, se po ndoket që edhe e përqenjë këta si ftyrë publike, kanë qef edhe me pa që për këta dikush u të po, edhe e shoqen komente. Edhe të këshu dhe repën sa për të e për notër, më ndaj. Edhe unë u ka rahatu ma në fond, lindritje. E kapën. Seriosisht, shumica e ki komenteve, o lëmë kja, o lëmë kja djallë, edhe gëzohen isha që sinqerisht në shpirtë edhe me zemër, gëzohen jesë kur ishën edhe qiftet e lumëtore, dhe kanë qef me pa dashuri e kimi mes dy njerëzve, që ajo po më duket që edhe pak e banë video tana ma të pëlqymë, nëse thuet. A ki komente negative, edhe pse ofron një kontent me ushqim, a ki që se jemi të jetu me një epokë pak të frekshme, edhe njerës të frustruar. Apo ki komente negative ty edhe për çka mujnë me të kuap ty? Hajde, për çka? Kam komente negative që bash me tregu drejt, unë tash jëm lindë e jëm rritë në Londër, edhe kur se kum pas kompleks qysh fole, kom mendu sa do pak që flasë shumë mirë. Po, dhe shumë mirë po flasë. Edhe kum pas komente për mënyra qysh flasë, tash e kuptojnë se ka pas raste që ku mujtë me shqiptu një fjallë, na ka duka gjini kena do fjallë që për shembull në Prishtinë ose në rafsha tjera nuk thuhet. Nëse e kum thonë gabimisht një fjallë, unë jam haptas mos me përsërit, po për shembull veç zoni, për shembull mundit me ju pengu,
qysh i zgas fjallë, ta diçka që shtot, e që ta, pikërisht që kjo është. Nëse ka me bu me recetën, nuk e marë personalisht, se që në gastronomia është shumë e haptë, as njerës kanë mënyra loj që shkanë qef mi pregadit recetat, po që shkojnë personalisht për të formë. Që ato së më ako. Zakonisht ja bojnë edhe për shembull se masi rrafshit duke gjinit i ka me dëja për shembull oj kur thotë edhe njerëz i kape. Kuqe, kur ndin të thonë spes kuqe tran. Të dhëmë të Perinati viç. Originale, është autentike. Trakta u do të pyet diçka. Ani boll mirë puna e dëse ato, hiç më si hek. Po te lindriti fillimisht tash mu lidh pak kur e ka ndru emisioni, sigurisht Dona ka thonë boll ki flajt në përgjas. Edhe mbuli për shtypje, nuk e di se i thash Blertës mos i gabu, Dona Gorani Sylaja, po mbi emrin. Lindrit s'pas ka vend për mbi emrin tënë. Po ne komendu që me një hipotez mi hik 2. Me një gurë rëzën diploma. Ty që është ja që ti mundur që adush me mëndu, po e vesin Dona. Ja, sigur, dhe shkon të shpjora asaj, po të na u bona është anë asë spanjoll me plot emra, mbi emra. E gjithë mirë mbi emrin. Po, unë s'kom pas rast, dhe më thonë me pa, me 2 mbi emra, dhe më thonë një Po, nanës edhe babes, po. Po, janë vendosur kështu. Po. Edhe, a i kemi ndu ta shtretin me pas, apo... Edhe se e pita lindritin, po, se pe qyë djalin, jema se kështu. Trakla na këmi thirë për gatim. Atë që ka bojmë, e lojmë kur kurorizohemi, thërë një prapë, edhe me një vesh tani. A ka qenë vendimi prindve tu me i majtë të mbi emrat? Në fakt e kena bo se nana e ka mbajt mbi emrin e vetë dhe baba e ka pas normal mbi emrin e vetë. E kur kena autu me nanën, se na shtetas të Anglis, na bëjshim problem në për aeroport. Pse i ki 2 mbi emra, pse i ki falë vetëm një mbi emrin, e gjithë me autorizim të prindit. Edhe na kryoshim probleme, tani sendi ma i letë, ose nana me ndryshu, se na qikat, po unë edhe lidhna edhe shumë si me familjen e nanës dhe si me babes, e kur i kom bot të dyat, mu ka do që ju lidhe dhe ma shumë me të nanës, e kështu që u kun kështu të një barazemi të 2 mbi emrave. Një mix. Një mix, po. Po kismet i shtohet edhe mbi. Të mësë jem dodë. Dona, pak para se marti, të regum që gjithë kujtë kanë mujtë mi dalë vedet e tua, po për më interesa pak me unë njofë ndështë audienca dhe qka bën të jashtë a TikTokut. Kush është Dona dhe qka bën? Okej, unë i kom 26 vjetë, jom lind dhe jom rritë në Londër, kom studiu politikë evropiane në fakultetin e King's College, kështu krejt politika me ushqimin nuk përputhen shumë. Ta e ka ma shumë se pasion, po kështu si pun, punoj për Anglinë, e kom punën online, tash jom të jetu në Kosovë që 3 vjetë, tash në ato bashkjetu, që gati 7-8 mujnë nuk kam bo, edhe po... Një vetë. Që janë të bashkjetu. E ka, ushqimin e kam shumë pasion, e kam edhe pak si loj terapi, kur nëse jam do njëherë nervoza, diçka në angëtar, diçka e te i kaloj, mi njëherë shkojnë në kuzhinë dhe qona gatuj, diçka pandemi së do mas, kur jena mbyll në Londër, e pa ta bleni mikser edhe vesh mbara isha ambelsina, se qysh me te i kalu pak qatë situatër, edhe ushqimi më shtil mundimin, edhe kur ullna edhe ha, e kam të qysh një lej relacion shumë të mirë me ushqimin, që knaqna kur ha, dhe knaqna kur ha se ende të mira, që kjo jam më nësë të 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 le është ushqimi ma i fshirë me bo? ka... Nashta kisha thonë tanin, njëherë se halo si mësu pitet e këtu mi bo. A jo, a? Jo, kështu t'ja kom njësë me bruma me marrë doran, po kam qef me shku të gjyshet, edhe me mësu ta ma në mënyra ma tradicional që isho po. Po kështu jashtë Kosovës, ushqimi ma i zorshëm, kisha thonë ndashta tajlandes. Për shkak të melmesave, se kanë ata që shka, edhe në Bali, edhe balinez ushqimi, kërna shku në Bali, kreti kam pas as melmesa kështu pudra, kreti kam pas bio, ta manë fleta, dhe është një ushqim shumë i shishme, po lype dhe te për shumë punë, e që jam dashta e bëm pak ma zorë për me rikriju identik qatë shije. E ushqimi ma i çuditshëm, ma i keq që e ke përmendur? Në Morocco kom hëtun, a që kom pregadit, a që kom provu? Në Morocco pa ta shku me punë, edhe
ata të zhine, kanë një, që me të shpjegur, se ceramikës, hinë furë edhe ajo nxehtë, edhe është tavë me mishë, me ole, me qërshia, gjithë shka, edhe u kun një shije interesant që për shembull nuk isha mësu, se kne e gjenë po pa shije. Ole dhe qërshia. Po, ole e qërshi rrush ta gjithë shka edhe nuk u përput këtë shka shia, o më ndojsha Po tani ju mësus edhe grupit si ka pëlqy, ndashta veç u kun restorani keq, tani ushqime tjera ju kun të mira, po që ajo kun një ndër kështot eksperiencat ma të këqia që i kun pas me ushtem. Faleminderit shumë që një konë reload side. Faleminderit. Edhe jeni shumë të mirë. Unë donën për takoj për herë të parë, lindritin e një kogja mati. Po më vjen shumë mirë që ju shoh edhe bashk. Faleminderit shumë. Ka shumë kënaqësi që ketë në reload. Po gëzohem që po ju vjen mirë. Edhe juve për ftesë se ke shumë për mu para se marrë pa ata pak normale ankë për siklet, po qash më shtenet unë dira hatë e vlerësoj shumë edhe faleminderit shumë dheve. Faleminderit shumë. Aja të rarë vinë me torte. Që e mbaroj, unë e mbaroj. Veç mos të haraj se është shumë detaj rëndësishëm, lindriti tha, bojmë edhe ja bim, s'ka nevoj, bënë një nga bim e marim. Jo, Ale se mos më shkon gati, bërë. ta presim e shumë knatësi. A mune me përzgjedh në TikTok, çka po dojmë? Qa dush? Prej ushqimeve? Menu është në TikTok. Kjo është shefica. Shefica është dona, kështu që me të merru. Faleminderit që ketë, edhe suksese. Shumë faleminderit për ftesën. Lindriti dona në studio tek Lotina Joni, tash është koha për